Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një sër aktivitetesh në kuadër të vizitës së saj zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me theks të veçantë, pjesëmarrje dhe adresimi në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, si dhe takimi i rëndësishëm me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Gjatë fjalës së saj para asamblesë, presidentja Osmani theksoi se Kosova është e përkushtuar ndaj vlerave demokratike, paqes dhe stabilitetit, duke kërkuar mbështetje të plotë për anëtarësimin e vendit në NATO. Kosova ka dëshmuar se është partnere e besueshme dhe konstruktive. Është koha që NATO t'i hapë dyert për Republikën e Kosovës, theksoi ajo, duke shtuar se siguria e qytetarëve tanë dhe i gjithë rajoni është e lidhur ngushtë me anëtarësimin e Kosovës në aleancë. Përveç fjalimit në asamble, presidentja Osmani zhvilloi një takim bilateral me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Në këtë takim u diskutua situata aktuale e sigurisë në Kosovë dhe rajon, si dhe rëndësia e vazhdueshme e misionit të KFOR-it në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Kosova mbetet e përkushtuar në rrugën drejt anëtarësimit në NATO dhe për një të ardhme të sigurt për të gjithë qytetarët tanë, shkroi Osmani pas takimit me Rutte. Këto zhvillime nënvizojnë përpjekjet e qëndrueshme të institucioneve të Kosovës për të forcuar partneritetin me NATO-n dhe për të siguruar një të ardhme euroatlantike për vendin.